Bacirat, kamnet të respektune shunavne të dikhavne e radioneske Radio Romana Vazo ano frekuence shulefta të 3 MHz taj një Facebook eski rafin Radio Romana Vazo. Sjema në jektu emisia në rami e piko i peski e OSBS-ka, e anavea për mojpe e haricune kom dhe tinge haka engo taj akse sesko mashkaro institucionalno këta në butikiripe sa astar dhe politikengo taj mangle piko i pasko. Tema koja ka treturina stoj lokalu në aksionon në plani, vash o inkludi pe komitetjenge Roma shkaljet e Egiptas, ani Kosova, ani Prizrenovski komuna, o bersha 2025-2025 ofto. Misafirja në studios to o Islam Elshani, koordinatorje komunalone aksionale koncilesko, taj ofiserja në ofisi vash o komitetja taj Irani pe. Përshëndetje, falenderoj shumë që keni pranu ftesën me realizu një emision në Radio Romana Vazo. Një falenderit edhe juve për ftesën që më keni bërë. Po, ashtu i përshëndetje edhe dëgjuesit e Radios Romana Vazo. Tema e sotit që do të trajtojmë është plani lokal i veprimit për përfshirjen e komiteteve Roma Shkalit dhe Egjiptian të Kosovës në komunën e Prizrenit për vitet 2025-2028. Edhe pyetja e parë për juve është cili është roli i Komitetit Komunal të Veprimit ose i Këshillit Aksional të Veprimit në zbatimin e planit lokal të veprimit për komitetet Roma Shkalit dhe Egjiptian në Kosovë. Se përket rolit Komitetit Komunal Veprus, të cilin e kryeson tani për momentin nënkryetari i komunës, që vjen nga rolet të komuniteteve Pakis, e që është zoti Furkan Bityq, kurse si koordinator i Komitetit Komunal Veprus jam unë. Roli i këtij komiteti është që të monitoroj implementimin e planit aksional të veprimit për gjithë përfshirjen e Komitetit Roma Shkali Egjiptian në periudhën 2026 për periudhën 2025-2028. Sa i përket plani i aksional i veprimit për këtë periudhë që e thamë më parë, është aprovuar nga ana Asamblesë Komunale që vitin e kaluar. Ka kalu në për gjitha ato mekanizma, të fillu prej debatit, të fillu prej Komitetit për Politikë dhe Financa, deri në miratim të këtij planit që ka ndodhur vitin e kaluar. Në përfund mandatit Shaqir Tota, e di që është votuar dhe me vota unanime është pranuar ky plan i veprimit, i cili parafërsisht ndoshta 1 vit ose deri të 2 vite është përpunuar. Që kam qenë pjesë edhe unë. Cilat janë prioritetet dhe objektivat kryesore të këtij plani para se me diskutu se cilat çfarë aktivitete do zbaton, paka shumë edhe me njoftu opinionin për këtë plan. Se përket objektivave apo fushave dhe aktivitetet të cilat do të kryhen, të cilat janë të parapara mu implementu në këtë plan, janë kuptohet këto objektiva rrjedhin për strategjisë edhe si objektive parë ne e kemi marrë arsimin dhe edukimin, mandej është drejtoria punës dhe miqenit sociale, që si objektiva kanë ndërtimin, strehimin, dhe strehimin, mandej kemi punësimin, mandej kemi edhe shëndetësinë, kemi kulturën, ku në kuadër të saj hyn edhe si objektiv specifike për komunitetin rom, e që kjo objektiv është vetëm në komunën e Përzejit, në për komunat tjera të Republikës Kosovës nuk e kemi objektiv, këtë objektiv është në këto objektiva e kulturës, ku në kuadër të saj hyn edhe mediat informimi. Çfarë hapash konkret janë ndërmarrë deri më tani për zbatimin e planit, me qenë se po flasim për periudhën e fundit 6 mujore, me qenë se para 6 muaj para zgjedhjeve lokale është aprovuar plani dhe pastaj derisa janë formuar institucionet kanë filluar edhe veprimet e juaja ku edhe unë kam qenë pjesë, po ti shpjegojmë edhe opinionin se çfarë kemi bërë. Do me thënë se përket planit aksional të veprimit vitin e kaluar, edhe gjatë debatit publik, edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa kur diskutu ky plan aksional i veprimit, por edhe në momentin kur është miratu, janë zotu, do më thonë komuna, në këtë rast është zotu drejtori
drejtori për ekonominë dhe financat, si zyrtari i lartë që vjen nga kjo drejtori, Dr. Lulzim Sulejmani, janë zotu që në vitin 2026 do të ndahen mjete, të cilët do të futen në kodin në një kod të posaçëm në kuadër të zyrës komunale për komunitetet dhe si. Pas aprovimit të buxheteve për vitin 2026, unë personalisht kam bisedu me Zotin Sulejmanin dhe vetë kom pa që në sistem figuron domethënë buxheti në vlerë për 50.000 euro, edhe që ky do të jetë në vërtet si një buxhet i veçantë i cili nuk guxon të preket nga askush, përveç se do të shfrytëzohet për implementimin e planit nacional veprimi për gjithë përfshirjen e komunitetit rom bashkëkomunal egjiptian për vitin 2026. Pas takimit me drejtorin, keni ndërmarrë hapa tjera? Pas takimit me drejtorin, atëherë kemi prit, dhe të thotë hapin e radhës, ku kemi informacione, jo ende, zyrtare, por kemi informacione që përmbaruesi nga komuna e Prizrenit ka marrë disa miliona euro, edhe janë damtu drejtorit e ndryshme për planet e tyre të cilet i kanë bë për vitin 2026. Po paraprakisht ju keni qenë pjesë ose në takime edhe me drejtoritë të tjera, që të cilat lidhen me planin lokal të veprimit. Ajo janë edhe hapat konkret që i keni ndërmarrë. Ato kanë qenë më njëherë mas në fillim vitit. Hapat e para të cilet kanë qenë që bashkë me Komitetin Komunal Veprus, me anëtarët e Komitetit Komunal Veprus, ne kemi vizitu drejtorit dhe jemi koordinu, ne si Komitet Komunal Veprus jemi koordinu me drejtorit e fusha o përkatëse, cilat inkorporohen në këtë plan nacional veprimi. Cilat drejtorit konkretisht? Dhe konkretisht kemi biseduar me dekan, drejtorin komunal e arsimit, me drejtorin e shëndetësisë, mandej me drejtorin e kulturës, rinisë dhe sportit, kurse me drejtorin e punës dhe miqenit sociale, ne kemi aty afër, jemi me një objekt, edhe me ta, kemi pas të bisedojmë lidhje me banimin dhe strehimin, ku do të shohim se çka do të miret nga ana e drejtorisë së punës me qenë sa i përket kësaj fushë, banimit e strehimit. Si tash këtu po ndërlidhet edhe pyetja çfarë bashkëpunimi kanë ofruar institucionet lokale dhe apo marrin përgjegjësitë për realizimin e aktiviteteve të para në plan. Ato kërkesat që ju keni parashtruar, çfarë përgjigje ose a keni marrë përgjegjësi nga ata? Mund t'ju them me plot përgjegjësi që përgjigjet kanë qenë jashtëzakonisht pozitive, domethënë pas atij koordinimit edhe ne i kemi marrë aktivitetet, jemi pajtu, domethënë për implementimin e aktiviteteve në kuadër të fushave, jemi koordinu për implementimin e aktivitetet të caktuara. U bashkarisht kemi dhënë pëlqimin, edhe ato kanë qenë domethënë aktivitetet të cilet do të implementohen. Por, me kalimin e kohës, atëherë në komunë lindën disa probleme, sidomos në diskutojmë më vonë, po sipas edhe informacioneve që kemi bërë më herët, edhe më kujtohet në një emision që kemi trajtuar po përmes OSB-s, kemi thënë se secila drejtori do të kërkoni nga drejtorit të delegojnë një person i cili do të mirët më ngushtë, do të bashkëpunojë edhe me komitetin, por edhe me grupin. Edhe më duket se do të ka pas plane që të ndahen projekte, të cilat do të implementoheshin nga organizatat qeveritare, të cilat ndërlidhen me fushat përkatëse që i përmendet, për me zbatu disa aktivitete të objektivave strategjike. Domethënë koordinimi, përveç koordinimit që kemi pas si Komitet Komunal Veprus, domethënë kemi kërkuar nga drejtorit përkatëse, kemi kërkuar që të emëroj drejtori i asaj drejtorie, të emëroj një person i cili do të jetë me një farë mënyrë si një mini koordinator, i cili do të jetë në rrjedha të implementimit të aktiviteteve nga drejtoria përkatëse,
edhe i cili do të raportoj sa i përket implementimit atyre aktiviteteve. Kështu që secila drejtori e ka dhënë pëlqimin e vet, edhe secila drejtori e ka caktu apo e ka emëru një person i cili do të jetë si person kontakti me Komitetin Komunal Veprues. Përveç asaj, ne si zyre komunale për komitetet dhe kthim, pasi që mjetet kanë qenë në xhirollogarin e ZKK-s, domethënë zyrës komunale për komitetet dhe kthim, atëherë ne kemi qenë të obliguar, domethënë të parashtrojmë kryetarit të komunës, të parashtrojmë kërkesë për hapjen e thirrjes publike. Domethënë ku implementimin e aktiviteteve për fushat përkatëse, do t'i vërtet është e parapane, a qenë e parapane që të implementohen nga shoqëria civile. Deri këtu kemi arrit, por tani ka stagnim në këtë drejtim. Kjo nuk është vetëm për planin aksional veprimit, por kjo ka ndodhur në për shumë drejtori ku kemi informacione që përmbaruesit prej shumë drejtorive kanë marrë miliona euro për Kjo është sfida e rrallë. Sfidë për ne e papritur, por ja ndodhi edhe kjo. Si po përfshin gratë dhe të rinjt në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve, domethënë gjatë këtyre bisedave që i kemi pas, domethënë që i keni pasur, a ka pas ndonjë domethënë aktivitet të posaçëm që dedikohej për gratë edhe për të rinjt? Më shikoni tash, sa i përket aktiviteteve të cilët dedikohen për gratë, aty kemi pas domethënë në objektivin e shëndetësisë, ku aty është parapane domethënë të punohet me gratë, të zhvillohen aktivitete apo të implementohen aktivitete me gratë, planifikimi familjes e tjerë, por në rastin tjetër kur parashtrohet pyetja aktivitete me tri, atëherë kemi edhe në objektivin apo në komponenten e kulturës. Aty është parapane domethënë të punohet me prit, po ashtu ka qenë parapane të punohet edhe me mediat, të punohet edhe me mediat dhe informimin. Nëse jeni pjesë e shoqërisë civile, flas këtu, si mund të përfshihen në zbatimin e planit lokal të veprimit? Pra, tash, nëse nuk do të implementohet kjo pjesa e ndarjes së buxheteve nga komuna, si do të po të pyes këtë për shkak se në këtë grupin, në këshillin e komitetit ju keni vetë se organizatorë. Po. Edhe si do të përfshihen ata për zbatimin e planit lokal veprimit në fushat ku ndoshta nuk ka nevojë për kostot financiare, meqense e kemi këtë problematik të transformimit të mjeteve. Po shikoni tash, të marr parasysh që për momentin e cekëm sfidën e cilën po ballafaqohemi sa i përket buxhetimit, për momentin secila organizatë jo qeveritare, e cila mirret me aktivitete apo me objektiva që do të implementoj, edhe pse nuk do të ketë buxhetim nga ana e komunës, por ato aktivitete të cilat do të realizohen edhe do të implementohen nga ana e organizatave qeveritare që kanë të bëjnë për Komitetin Roma Shkallë Egjiptian, por që financohen apo buxhetohen nga ana e donatorëve të ndryshëm, atëherë patjetër ato do të hyjnë në ato raporte vjetore për implementimin e planit aksional veprimit. Kështu kemi vepruar edhe vitin e kaluar, domethënë ne kemi dërguar një raport të implementimit të planeve, në vërtet të implementimit të aktiviteteve nga organizatat edhe të komunës, edhe drejtorive përkatëse për shembull, por edhe organizatave jo qeveritare të cilët kanë implementuar, kanë zhvilluar aktivitete në fushat e ndryshme dhe ato fusha për marrë parasysh që janë financuar nga donatorë të ndryshëm apo nga niveli qendror, nga ministritë të ndryshme të nivelit qendror, na i kemi futur në raportin vjetor se nuk mund të themi që nuk është bërë kurrë. Asgjë nuk është bërë. Jo, është bërë, po të gjitha ato domethënë duhet patjetër ne në formë të raportit të vendosim në një raport të emërtuar si raport konis që kemi nga zyrja për qeverisje të mirë, edhe aty i plotësojmë gjitha ato aktivitetet
këto dhangat që janë implementuar nga organizatave qojtë. Me qenë se kjo krizë është tani aktuale, me shpresë se do të evitohet, në muajt të vazhdim do të mund të bëjmë diçka në këtë çështje. Nga ana tjetër ju jeni edhe antari Komitetit Rom ose Komiteteve Rom Mashkull dhe Egjiptian në zyrën për komitete dhe kthim. A rrezikon edhe mjetet e juaja ose a keni edhe këtë sfidë të mungesës së mjeteve tek aktivitetet që janë për familje të rrezikuara ose të cënueshme ose të cilat kanë vërtet nevojë për shërbimet që ofrojnë? Fatmir, ne për çdo vit hapim thirrje për dru zjarri dhe për pako ushqimore. Do të thonë ato dy kërkesa të cilët ja kemi dërguar kryetarët, ato janë refuzuar për momentin, të marrë parasysh që nuk ka mjete. Gjendja për momentin, sidomos për skamnorët, është vërtet një gjendje shumë e vështirë, por nuk e dim, shpresa ekziston. Ne po shpresojmë që në të ardhmen ndoshta do të jemi në gjendje më të favorshme. Unë si zyrtari i komunës që punoj në zyrën e komiteteve, domethënë nuk e mbaj në mend që nga pas lufta deri sot kemi pas një gjendje më të vështirë, domethënë sidomos drejtoria punës së qenies sociale, zyra e komuniteteve, të cilët kryesisht apo krye këtu të mirën me skamnor. A mendoni se duhet mirën ndonjë veprim nga institucionet për të me siguruar edhe rezultat kur flasim për planin lokal të veprimit edhe për çet nevojën që e keni, në rast se ka ndonjë hapësirë tjetër ku mund të bëhen të transferohen mjetet tek linjat ku ka nevojë më të madhe, edhe a mendoni që mund të tejkaloj kjo krizë, a ndërlidhet pak shumë me nivelin qendror që jemi në kohën e zgjedhjeve, jo bashkëpunimin ndoshta ndërinstitucional mes komunës së Prizrenit dhe qeverisë? Po ndoshta janë edhe ato janë shkak i kësaj sfide, por të them drejtën, unë tani jam në atë pozitë që nuk mundem me fol për ato, se nuk jam s'kam mandat, as jam kompetent, por gjitha ato projekte, gjitha ato aktivitete nga objektivat e caktuara që zhvillohen, për shembull prej organizatave qeveritare, ato ne do t'i marrim parasysh. Po edhe prej drejtorive të ndryshme, sikur që kam dëgjuar që drejtoria e kulturës ka hap thirrje publike dhe aty kanë aplikuar organizatat nga radhët e Komunitetit Rom Mashkull Egjiptian, edhe të shohim nëse do të përfitojnë, që aty është ajo përzgjedhja përmes komisioneve tjerë, varet prej kritereve, prej kushteve e kështu me radhë, nëse përfitojnë atëherë për atë aktivitetin për të cilin kanë aplikuar, ata do të raportojnë. Edhe ai raport do të hyjë edhe në planin nacional të veprimit për vitin 2026. Çfarë do kuft pikërisht që do të me thënë, nëse drejtoria e kulturës, rinisë dhe sportit ka hapur thirrje, nga ana tjetër janë disa plane, janë disa nevoja më të rëndësishme, më esenciale për jetën e qytetarëve, a do duhet që ato mjete të mos transferohen aty, por të transferohen në këto linja që janë shumë të rëndësishme për komunitetet, jo vetëm për komunitetet, por për personat, për familjet që kanë nevojë. Unë nuk besoj me vetë faktin që nëse një drejtori ka hap thirrje, atëherë mjetet duhet të jenë zotune. Me vetë faktin kur janë mjetet të zotune, atëherë nuk mundet me u destinu për diçka tjetër, po duhet me u destinu për çatë thirrje, se organizatat që qeveritare aplikojnë aty, edhe me vetë faktin që aplikojnë ata presin edhe rezultatet nga ato thirrje. Faleminderit shumë. Cilat projekte apo aktivitete priten të zbatohen gjatë vitit 2026, tash po flasim nëse nuk do të ekzistonte kjo sfidë, ose nëse do të i kalohej kjo sfidë, meqense se jemi në gjysmën e parë të vitit 2026, ndoshta brenda 2 muajve ose 3 muajve, tash nuk e di siç janë bisedimet me akterët komunal, por nëse nuk do të kemi ndonjë krizë ose do të mund të avokonim që të i kalonim këtë krizë, cilat janë aktivitetet që mund të realizohen gjatë këtij viti?
Nëse keni fjalën për zyrën komunale për komunitetet dhe Për zyrën edhe për planin lokal të veprimit me që se për herë të parë është ndarë një linjë veçantë dhe është komuna e vetme që deri më tani e ka bërë një gjë të tillë. Ne më i thonë jemi në pritje edhe pse unë kam kërkuar nga kabineti i kryetarit të komunës që të aranzhohet një takim me kryetarin edhe si komitet komunal veprues të bisedojmë me kryetarin edhe të marrim një informat për ti se çka do të ndodhë të thot me planin aksional veprimit. Çka do të ndodhë me thirrjen? A do të hapet thirrja apo jo se do të tregu të drejtën për këtë çështje duhet të ditë. Edhe Komiteti Komunal Veprues, domethënë duhet të njoftohet se krejt komunat e Republikës Kosovës e dinë që komuna e Prizrenit i ka nda mjete në vlerë prej 50.000 euro për implementimin e planit aksional veprimit për periudhën për vitin 2026. Tash edhe zyrja për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrit e din këtë informat, por ata nuk e din që jemi ballafaqu me një çështje e cila na ka stopu edhe na ka prish planet me një farë mënyrë, themi kështu. Kjo është edhe pikërisht sepse kjo është promovuar para 4-5 muajve, të themi në secilin tryez në një takim si një rezultat i veçantë, një sukses i veçantë i komunës së Prizrenit në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe me personat kompetent. Domethënë na si Komitet Komunal Veprues po kërkojmë thjesht një njoftim, një përgjigje nga ana e kryetarit që mos flasim në kokën tonë, por flasim, domethënë ta marrim një përgjigje zyrtare nga ana e kryetarit se përket planit aksional. Misioni OSB-s në Kosovë po e mbështet këtë program radiofonik. Si mund të kontribuojë më tej OSB-ja apo partnerët e tjerë ndërkombëtar dhe lokal në zbatimin efektiv të planit lokal të veprimit 2025-2028 është pyetja jonë e fundit dhe pastaj normalisht edhe do të kemi disa rekomandime për çështjet e tjera. Po jo vetëm OSB-ja, po edhe donatorët e huaj të cilët investojnë në realizimin e projekteve të ndryshme në për organizatat jo qeveritare të komunitetit Euro-Bashkëli Egjiptian, ata janë të mirë së ardhura, edhe me siguri edhe OSB-ja, çfarë do aktiviteti që do të zhvilloj, që ka të bëjë me komunitetin Euro-Bashkëli Egjiptian, domethënë na do t'i marrim si projekte të realizuara dhe të financuara nga të realizuara nga OEQ, por të financuara nga OSB-ja apo ndonjë donator tjetër i cili ka përgatit, domethënë ka shpreh dëshirën dhe vullnetin me u kyç në këtë plan nacional të veprimit. Edhe ne kemi prit që edhe donatorë të ndryshëm të marrin, domethënë të kontribuojnë në implementimin e këtij planit, por do të shohim. A keni ndonjë rekomandime edhe si media komunitare se çfarë mund të bëjmë që të avancojmë normalisht këto politika publike ose ti jetësoj? Për fund shpresojmë që do të ndryshoj kjo gjendje edhe do të filloj, domethënë do të filloj të punohet në implementimin e këtij plani. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit edhe juve për pjesën. Ishte kënaqësi. Kamlet e respektuar shpënonin të dikhamne me sa stessusiniamente sa antalasi e Radio Romana Vazovskja, men tretiringa me tema o lokaluno aksion o plani vash o inkludipe komitetin nga Roma Shkëlet e Egjiptasja, ani Prizrenski komuna vash obesha 2025-2025 ofto, hemi safirja në studios në to Islam Elshani, ko asitov koordinatori e komunalone aksienge koncilesko e se komitetesko, taj oficerja në ofisi vash komunitetia taj Iranipe. Aka emisia piko ingjolla kotar o OSB, oven sa step peshuni pe taj pe dikipe.